Në qytetin e Shkodrës ka ende shumë problematika që prekin jetën e përditshme të personave me aftësi të kufizuara. Shëtësimin e ngriti kreu i shoqatës Shpresë kundër verbërisë për qarkun e Shkodrës, Artur Puka. Një ndër shëtësimet më të mëdha lidhet me qarkullimin në trotuare. Shpesh qytetarët parkojnë biçikletat dhe motomjetet në mënyrë të paligjshme ose bllokojnë trotuaret, duke e bërë pothuajse të pamundur lëvizjen për personat me aftësi të kufizuara. Kanë bërë punën e vet ata, punën e mirë që kanë hapësinat publike të trotuaret, por problematika më e madhe ka me tash vetëm makinat me 4 rrota kanë me të pa hyrë nëpër trotuare, se biçikleta, motora, biçikleta me kosh mbrapa, me karrocë me 3 rrota nëpër trotuare. Na personat me aftësi të kufizuar kanë me dalë tash në rrugë në asfalt, më ndru pozicioni. Përveç lëvizjes në qytet, kjo kategori përballet edhe me probleme të tjera të mëdha, si vështirësitë ekonomike, mungesa e disa shërbimeve të nevojshme, si dhe aksesin në medikamenta apo trajtime të përshtatshme, u shpreh Puka. Problematika nga më të ndryshme. Janë ana financiare, ana pagesave, ana ilaçeve, janë shumë faktorë që ndikojnë tek ne. Një invalid i verbër ose një i kategorisë tjetër përbuzet. Në qarkun e Shkodrës janë rreth 600 persona pjesë e shoqatës Shpresë kundër verbërisë, të cilët përballen çdo ditë me vështirësi të shumta ekonomike dhe sociale. Ata kërkojnë më shumë mbështetje dhe zgjidhje konkrete nga institucionet për të përmirësuar kushtet e jetesës dhe për të pasur mundësi më të mira në jetën e përditshme.